të ardhura në jetë me pak qaste diferencë, për t'i dhënë jetëson gëzim në çdo çast. Jeni bekim i dy fisht në familjen tonë, jeni thesar i pa çmuar, edhe fjalët janë pak. Me serës së malit dhe ajrit plot jetë, u ritëm ne në një shtëpis dashurie, ku kryefjalë ishte sakrifica dhe mësuria dhe zemra të mbushura me aromë fisnikërie. Ju të dyja si dy dritëza, dy xixëllonja, të shkathta plot hare dhe gëzim, të lidhura ngushtë me njëra tjetrën dhe në çdo rast për ne ndihmë pa mohim. Nuk harrohen ato vitet e arta dikur, kur ne të treja lodronim në pafajsi, duke mos e ditur se do vinte një ditë 30 vjetorin tuaj ta festonim në largësi. 5 fëmijë si gishtat e një dore, të lidhur bashk me më të ëmblin gjak. U betuam në heshtje se dashuria mes nesh do jetë edhe më e fortë kur të jemi larg. Ne do kalonim sprova, sfida dhe vështirësi, nga më të ndryshmet që mund të ketë një familje, por do vinte rishtas një çast i lumtur, si lehtësim çlirues pas çdo vështirësie. Në gjithë rrugëtimin ton familjar, përveç mamit e babit, 2 heronj, do të kishim dashurinë e pastër të Janes, këshillën e vyer dhe dorën e ngrohtë. Ju të dyja do iknit një ditë nga era e Sopotit, nga natyra e pastër që faqet ju ndrinte. Do iknit të dyja një ditë në Janin dhe mungesa juaj shumë mall do të sillte. Të gjitha sprovat në fakt i përballuat bashk, me zemrën e dashur dhe shpirtin guximtar, derisa një moment të papritur erdhi koha për t'u ndarë. 2 binjake që gjithë jetën bashk në çdo hap, erdhi momenti të shkëpusnin duart e njëra tjetrës. Në gjithë vitet e jetuara bashk, ky ishte momenti më emocional, më prekës. Gëzimi i madh në familje nga dasma e regjinës ishte një kapitull që solli rilindjen e gëzimit dhe përpos lumturisë për binjaken, Emanuelës i solli zbrazëtinë e mallëngjimit. Në çdo cep, në çdo situatë, në çdo vend, kujtimet me binjaken do i sillnin mall. Dhe sot, teksa po shohin këtë video, janë në një shtet por shumë kilometra larg. Secila nga ju sot përqafon fëmijët e saj, duke i ushqyer me dashurinë e rrallë, atë dashuri që prindrit na e mësuan dhe sot përkthehet në emocion dhe mall. Për gjithë vitet e bukura që na keni falur, për gjithë ndihmën vetmohuese të pashoq, urojmë sot nga larg e të përmallur të bëheni qindra, ju 2 mrekullit mbi tokë. E pa që jetën dritë e gëzim, ashtu si që keni qenë ju në familjen tonë, po edhe në familjet tuaja që keni krijuar, gjithmonë një rrezë dielli që nuk perëndon.